29 qershor 1444 u zhvillua betejë e Trovillit në veri të Peshkopis. Ndeshja e parë ushtarake e ushtrisë shqiptare në udhëheqjen e Skënderbeut me ushtrinë otomane. 29 qershor 1914 Gjina Gusava përpiqet të vrasë Grigori Rasputin në shtëpinë e tij në Siberi. Pasi ky fundit kishte fituar pushtete të jashtëzakonshëm fal afërsisë së tij me familjen e carit në Rusi. 29 qershor 1950 Kopa e Botës në Brazil, në grupin 2, Shtetet e Bashkuara arrin të mundin Anglinë në një ndeshje që do të hyjë në histori si mrekullie e Belo Horizonte. 29 qershor 1970 Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës jep fund ofensivës së madhe ushtarake në Kamboxha. 29 qershor 1974 Marina Estrela Isabela Martinez de Beron bëhet femra e parë që zgjidhet presidente e Argjentinës. Ajo mori këtë post nga burri i saj, i cili kishte probleme të rënda shëndetësore. 29 qershor 1976 Ishut Seychelles arrin të marrin pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar dhe të shpallen shteti i pavarur. 29 qershor 1995 Space Shuttle Atlantis, që ishte një mision hapësinor amerikan, u bashkua me stacionin e hapësirës së rus Mir. 29 qershor 2007 Shtetet e Bashkuara. Në orën 18 me orën lokale ka nisur shitja për tregun amerikan e iPhone, telefonit të revolucionar të Apple. 29 qershor 2001 Qeveria britanike njoftoi në Hyde Park të Londrës se do të ndërtojë një memorial kushtuar princeshës së Wales, Diana, e cila u nda nga jeta pas një aksidenti tragjik në qytetin e Parisit në Francë. 29 qershor 2008 Thomas Betty u bë mashkulli i parë që arriti të lindë një fëmijë. Ai lind një vajzë pas ndërrimit të organeve gjenitale. 29 qershor 2011 Shkencëtarët e astrofizikës arritën të zbulonin kuasarin Ulas, J120. 29 qershor 1892 u nda nga jeta në qytetin e Beirutit në Liban politikani, adetari, publicisti dhe poeti i njohur shqiptar Pashko Vasa.